Nga kjo lloj politike janë bërë model si të vjetrit. Një sondazh, patjetër. Më keq akoma, patjetër. Kjo është shumë e saktë. Një sondazh dje i Zaloshnjës i nxirrte partitë e reja 2%. Po. 2%. Po. Pra, Shënërisim ka Lapa nga Sali Berisha. Demagog. Kjo është shumë pesimiste, ndërsa për të ardhur konkretisht, për të ardhur konkretisht te brenda Partisë Socialiste apo edhe brenda opozitës, çështja është që opozita ka edhe në vendet të tjera, flasim në vendet që na ngjajnë ne, për shembull Serbi, Turqi, Ungari. Ato kanë institucione të forta shteti. Po edhe ata institucionet i kanë të kapura, të gjitha shiko, të gjitha këto vende që ne jemi, domethënë që ngjajmë që ne i themi regjime autokrate apo regjime autoritare, kanë probleme me kapjen e gjyqësorit. Jeti shumë mirë. Me kapjen e gjyqësorit, kanë probleme me kufizimin e medias, kanë probleme me oligarkinë financiare. Një panoramë është. Oligarkinë financiare. Media ka problem, besueshmëria e medias ka rënë Amerikës, sigurisht. Po, edhe reflektohet këtu në mënyrë banale. Këto 2-3 shtylla janë gjithandej. Ai ka Shqipëria këto, patjetër.